Mirë, do të shkojmë drejt për drejt në këtë momente se çdo të martë është kryeministri Edi Rama në përgjigjet komentuesve në platformat e tij sociale, ndjekin. Diçka spektakolare. Në ndërkohë që kemi mos gabohem tani se jam bërë shumë lëmsh kur I thonë nën presionin e një agjende që ngarkohet çdo ditë më shumë edhe që ka lëvizje të panumërta, por mos gabohem kemi edhe një takim tjetër jashtë në Itali dhe do të jetë ajo një kënaqësi e veçantë. Në ndërkohë që të gjithë shqiptarëve jashtë atyre të Greqisë, atyre të Italisë, atyre të Europës, të mbar botës kudo ku janë, u them se ky është momenti ynë, është momenti I përputhjes së fateve, nuk e kemi pasur këtë moment në asnjë moment tjetër të kohës, qysh se jemi shliruar nga makthi dhe nga kthetrat e diktaturës komuniste dhe kemi hyrë në rrugën e Europës për të bërë një ditë pjesë e pandar dhe e pandashme e Bashkimit Evropian. Këtë moment që na ka përputhur fatet, fatin tonë Evropian, I mishëruar në ambicien, në dëshirën, në këmbguljen, në ëndrrën shumë të vjetër për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian dhe fatit të vetë Bashkimit Evropian, që sot është I mishëruar në ambicien dhe në dëshirën për të zgjeruar radhët edhe për të përfshirë antarë të rinj. Edhe gjendemi aty. Gjendemi në vend në dur, në kohën e dur. Vendi që ata duan të përfshinë bashkë me marionezi të dyve na konsiderojnë frontrunners ose ndryshe pararoj për gjitha ato që kemi arritur të bëjmë, por edhe për arsyet gjeopolitike. Tani ka disa që teorizojnë, unë I marr në fakt çdo mëngjes nga stafi im disa shënime në një faqe se çfarë teorizohet mbrëmjeve në ato pasqyrat e kënetës mediatike. Dhe ka disa që teorizojnë që kjo është kot, sepse në të gjitha rastet Bashkimi Evropian nuk do të marri brenda as Shqipërinë dhe as kënd tjetër, ose kjo është kot, se në të gjitha rastet po qese do marri Shqipërinë, do ta marri pavarësisht se kush fiton në Shqipëri. Janë muhabetet e njerëzve që ju ka ecur jeta shumë mbar, me thënë drejtën. E njëra atë lëk I madh. Po të shikosh me kujdes, ankohen shumë, po janë përfituesit më të mëdhenj të gjithë këtyre viteve. Janë përfituesit më të mëdhenj të rritjes ekonomike, janë përfituesit më të mëdhenj të gjitha mundësive të shtuara të këtyre viteve. Përgjithsisht nuk them gjithë se s'mund të bëj asnjë insinuat të kësaj natyre pa pasur fakte, por bazuar në faktet, jo të gjithë, po pjesa më e madhe teorizojnë, ndërkohë që nuk deklarojnë ato që marrin plotësisht. Pra, një pjesë të pagës për gjithë ato orë që kalojnë duke rrokanisur miletin me lloj-lloj teorishe, me lloj-lloj marrëzish, e fshehin, ju qajnë hallin pensionistëve,
qajnë hallin edhe që u kopjua programi. Kjo e kopjua programit është gjëja më qesharake në botë. A thua se bëhet fjalë për ndonjë kod atomik. Thua se bëhet fjalë për ndonjë kod kasaforte të ndonjë sekreti, kodi Da Vincit. U kopjua kodi Da Vincit, o zot. Dhe me gjithë se u qajnë halli pensionistë nuk japin kontributën e tyre që të për fondin e sigurinë shoqërore. Këtu është niveli i banalitetit dhe hipokrizisë këtyre lloj krijesave kënaqëtore. Ndërkohë që vërteta është shumë më ndryshe. Që nga fakti që vonesa, në thëmëza vonesa, sepse nuk është nga jonë vonesa, por kozgjatja, do ta quaja, e gjithë procesit për të arritur në hapjen e teatrave nuk është diçka që është e jona, thjesht, nuk është diçka që lidhet me mua ose me qeverinë tonë, thjesht, se do ishte shumë më kollaj pastaj që ta përcaktonim dhe këtë si një faj të rilindjes, si një mëkat të rilindjes, por është diçka që mund të shihet fare kollaj boll të duash të marrësh vesh pak më shumë për si funksionon Bashkimi Evropian. Sepse Malizi, për shembull, i ka hapur negociatat përpara se ne të vinim në qeveri. Tani për çfarë do ta fajsojnë këta Malizi? Për cilën nga ato pika që i rendisin një nga një sa herë flasin për qeverinë tonë. Po Serbia i ka hapur në 2014 negociatat, po Maqedoninë që është bërë kandidate në 2005. Do me thonë, ka një logjik i gjithë këtë proces dhe nuk bërë përjashtim askush, në mos bëjmë ne një përjashtim shumë interesant që me gjithë se zyrtarisht negociatat i kemi hapur vjetë, kemi qenë kaq të përgatitur dhe kaq përpara, sepse e kam thënë ten babaden që na i hapin ne ta bëjmë pjesën e punës që do të bënim dhe po të na i hapnin, që të na gjejnë shumë më të avancuar kur t'i hapin, dhe kemi një kalendar të davorcuar me Komisionin Evropian për 3 vjet, 2024-2027, për të mbyllur negociatat. Do të jetë një rekord absolut historik, dhe jo sepse ne jemi ndryshe nga të tjerët. Jemi ndryshe në disa gjëra, po jo vetëm për këtë, por sepse Bashkimi Evropian është shumë interesuar që na marrin ne brenda në këtë moment. Tani, pse nuk është kaq brutale kjo që thuhet se çon si ka se kush fiton këtu, ata duan të marrin Shqipërinë dhe do e marrin në të gjitha rastet. Kjo nuk ndodh, sepse e para njëherë kjo është çështje e kohës, është çështje e mos humbjes së asnjë minuti, sepse kalendari i 2027 është shumë i ngjeshëm. Dhe mjafton një lëkundje. Sigur ta zëm se në krahun tjetër gjenden individ që s'kan probleme as me ligjin. Se harrohet këtu, se kjo është shumë interesant, këtu bëjnë sigur harrojnë që këtu bëhet fjalë për individ që janë me probleme të hapura me drejtësinë, probleme të hapura që s'dihet kur mbarojnë, nuk dihet si mbarojnë, nuk dihet a janë kaq apo ka më shumë. Tani si mendoni ju që Bashkimi Evropian këto nuk i merr në konsiderat, apo Bashkimi Evropian është një studio konsulence që paguhet me kush e di se sa dhe kush di se si paguhet, në thënë të drejtën,
dhe vjen nga Amerika këtu se paguhet, edhe bën fushat për një palë, edhe këtu mbyllet filmi. Po jo, se nuk mbyllen kështu filmat me Bashkimin Evropian, janë ndryshe. As me Amerikën, jo. Por është interesant shumë se si gjithë këto vite dhe një pjesë e këtyre që u rritën në kënetën mediatike, dhe janë ndotësit kryesor të asaj kënete, nuk e mësuan akoma, ose bëjnë sikur se ka mësuar, si funksionon Europa, si funksionon Amerika. Në ndërkohë që nga ana tjetër, arsyeja pse unë them që duhet një shumicë domethënëse është po ashtu e thjeshtë. Nuk është rastësi fare, përkundrazi, dhe nuk është thjesht për këtu dhe për këtë do na votojnë ne në 11 maj, po është e për ata në Bruksel. Kryefjala e fushatës son, imazhi i fushatës son, ndërthurja e ngjyrave dhe e flamujve si kartë vizite fushatës son. Sepse ne po bëjmë një rrugë të dy punë. Patjetër. Po japim një mesazh të qartë shqiptarëve, po japim një mesazh Brukselit. Po përpiqem të japim një mesazh Brukselit duke shpresuar dhe besuar që shqiptarët do ta mbështesin këtë mesazh. Dhe në 11 maj Brukseli do të marrë mesazhe shumë të qartë që një shumicë përtej shumicës thjesht aritmetike partijake kërkon antarësimin tani. Është një mesazh që shqiptarët mund ta japin. Nuk bëhet kollaj dot, në mos nuk bëhet dot fare në një vend tjetër, një fushat e një forcë në qeveri me flamujën e BE-s për një arsye. Gjërat po ndryshojnë, BE-ja po fiton shumë popularitet brenda BE-s për shkaqe të sigurisë, të nevojës për siguri, por nuk bëhet shumë kollaj. Dhe mesazhi duhet jetë shumë i qartë. Ne shqiptarët, ne populli shqiptar, ne qytetarët e Shqipërisë duam të hyjmë në BE tani. Dhe me këtë mandat, me këtë mesazh, unë dhe ne, qeveria, do të shkojmë dhe do të kemi një argument shumë fort më shumë për të nxitur procesin. Është e gjitha një luftë diplomatike, politike nga të katër anët. Dhe kush nuk e kupton këtë, nuk kupton asgjë, as si funksionon bota, si funksionon marrëdhëniet ndërkombëtare për një vend si Shqipëria, se për një vend si Franca apo si Gjermania ka më pak rëndësi. Edhe pse prap ka rëndësi se kush është në krye. Për një vend si Shqipëria apo për vende të tjera si ne, patjetër që kjo është themelore. Si mund t'i jetë BE-s përpara bufi i kënetës bashkë me gjithë atë kënet madhe dhe BE-ja thotë po tani nuk ka ndodhur asgjë, hajde edhe pastaj ç'a bëjnë, marrin ambasadorin e BE-s i thonë si mendon ti, ç'a do thotë ambasadori i BE-s. Si do thotë BE-ja? BE-ja thotë atë që tha ambasadori që hyrja në BE bëhet në bazë meritës vendit. Dhe pikë marrë mohabeti, po patjetër, se kush po e diskuton. Po si llogariten meritat e vendit, nëse vendi i jep mandatin një personazhi apo disa personazhe që janë me hallet hapura me drejtsinë, edhe që për cilët BE-ja nuk është shprehur në asnjë rast dhe as nuk ka lënë të kuptohet se ka ndonjë rezervë për proceset e drejtësisë. Kështu që besoj që është
është mos qesh, thot Koli Bishtenja, mos qesh, thot, se partia e ati, thot, i referohet ati që unë të mbufi, është në pikë të hallit si zgjidhet ky problem.